Shqiptari që kryeu 14 operacione brenda një viti. Është e tmerrshme, por dëgjojeni me kujdes sepse i kishin diagnostikuar një kancer në lëkurë dhe operacionet ja bën në tru, pra në kokë. Dëgjojeni me kujdes sepse kanceri tashmë është futur në çdo familje shqiptare dhe është mirë që të jemi të informuar dhe ta diskutojmë së bashku. E kam prekur këtë temë që kur fillova me emisionin Enigma, bile në disa kronika me shumë delikates kam përmendur disa hapa tepër të rëndësishme që shpesh nuk mund të thuhen, qoftë në video, por qoftë edhe me fjalë, por vetëm nga afër, që ka disa anomali të çuditshme që pikërisht në trojet shqiptare kanceri është përhapur në mas të gjerë. Dhe rol tjetër, akoma më të keq, luan edhe vetë mjekësia. Tani po ja utëroj, jo se nuk është në gjendje mjekësia, por luan një rol të rëndësishëm. Dëgjojeni me kujdes. Si gjithmonë kush është rastësisht dhe nëse nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish. Dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë, sinqerisht. Tani, për sa i përket këtij zotërisë, meqense ky është në hetim për e gjeni këtë informacion, zotëria brenda një viti, sepse nuk e shtrua në spitalin onkologjik në Shqipëri, nuk kishte vend, nuk e di, por nuk ka informacione të tjera, megjithatë ai kërkoi që të shkonte tek privatët, dhe privatët nga një në tjetrin, 14 operacione. Është merr ta mendosh, sepse unë jam i bindur që ka edhe njerëz të mirë, por një pjesë prej tyre e bëjnë thjesht me një fjalë ndoshta për para, sepse si mund të operohet njëri 14 herë? Në qoftë se në një rast rreziku vdekjeje, pra përpara se të vdes, atëherë ndoshta po. Nuk jam ekspert në këtë, ndaj do dëshiroja që ta diskutonim së bashku. Por që të operosh njëri, unë di që duhet kaloj të paktën 6 muaj, të paktën. Vetëm në rastet ekstreme thuhet që mund të operohet brenda një kohe të shkurtër, nëse kanë mbetur materiale brenda në trup apo probleme tjera. Megjithatë, pse po ju flas për këtë? Sepse edhe një grua shqiptare që i kishin diagnostikuar kancerin, erdhi në Itali, kjo është e njoh personalisht, erdhi në Itali, bëri të gjitha vizitat dhe është shëndosh si molla. Dhe ajo për vite të tëra i kishin diagnostikuar këtë, kishte një problem të vogël dhe ndoshta makinerit, ndoshta ishin të vjetra ose ndoshta nuk janë profesionist. Por ajo në fund fare kur erdhi këtu në Itali bëri të gjitha kërkimet dhe në fund fare nuk kishte asnjë lloj kanceri. Ishte vetëm një anomali që tregonte gjëja që kishte kancer. Pra ajo mori kura dhe bëri kemio pa patur asnjë gjë. Dhe këto janë ato neglizhimet ose ato problemet që thash të mjekësisë. Nuk diskutohet që mjekësit ka mjek të shkëlqyer, ka dhe mjek jo të mirë, si të gjitha fushët, sepse secili bën punën e tij dhe jo të gjithë bëjnë punën ashtu siç duhet. Të gjithë janë, për shembull, prezantues, këta prezantuesi televiziv, po jo të gjithë janë të mirë. Të gjithë janë gazetar, po jo të gjithë janë të mirë. Pra të gjithë janë arkitekt, por jo të gjithë janë perfekt, janë të mirë. Pra në çdo fush gjen edhe të tillë. Tani pse po flasim, siç u thash, për tumorin dhe kancerin? Sepse duke filluar që nga vitet 92-93 u përhap në mënyrë të tmerrshme. Dhe nuk ka familje në Shqipëri që nuk ka një njeri me kancer apo me tumor, me probleme të rënda. Dhe pyetja është pse? Si është e mundur? E kemi folur edhe herë të tjera ku kemi thënë që Shqipëria, nuk e them unë këtë, por e kam përcjell këtë, Shqipëria që ka marrë miliona klikime, kam vërej që ka shkuar 4 milion klikime, nuk e kam bërë këtu, por në faqen Facebook, dhe po thoshja, pse e them këtë? Sepse në Shqipëri, kohët e fundit është deklaruar, pra nga World Population Review, që Shqipëria është vendi i parë në bazë të popullatës, vendi i parë në botë i mungesës së fertilitetit. Çdo thotë kjo, që me kalimin e kohës, përveç se tani ka shumë pak se vendet e tjera, dhe kjo për më tepër dhe me popullatën, numrin e popullatës që është shumë i vogël, është reduktuar në 2,5 milion, është turp i madh, dhe për më tepër është
Kjo, nëse do të vazhdoj kështu, pra brenda një kohe shumë të shkurtër do ketë probleme të rënda, nuk do lind më njeri. Dhe duke parë këto pra të dhëna, këto statistika që janë botërore, nga këtu kupton që ka diçka që po luan një rol të rëndësishëm dhe po ndodh pikërisht në trojën shqiptare. Nuk e di se çfarë. Por unë ja u them e përsëris edhe një herë sepse këto janë ato informacione që ne duhet të diskutojmë, sepse mund të shpëtosh jetë njerëzish. Po, e dëgjuat mirë. Nuk e di. Ndoshta njerëzit vrasin njëri tjetrin për një grusht para duke hedhur gjëra, nuk e di, në ushqime apo në ato që gatuajnë, apo në për restorante, apo nuk dua të futem në këto hollësira. Por dua të nënvizoj që diçka po ndodh, dhe ky është një fakt. Nuk është se po e them unë, por është një fakt. Dhe tjetra, nëse e keni vënë re, për ata që nuk e din, hepatiti në Shqipëri është në nivele të tmerrshme. Merreni me mend, është 4.5% në të gjithë Shqipërinë, është tmerr ta mendosh. 4.5%. Pra do të thotë që një pjesë e popullatës së madhe, po thuaj se çfarë mund të themi, 200.000, 300.000, ose ndoshta edhe më shumë, ose ndoshta edhe 300.000 janë të prekur pra që janë të deklaruar këta me hepatit. Dhe hepatiti, për ata që nuk e din, varet nga tipi hepatit dhe me kalimin e kohës nga ushqimet që ti ha të krijon probleme të rënda deri në kancer. Pra, këto janë fakte të pakundërshtueshme që nuk i kam nxjerrë unë, i gjeni gjithandej, dhe ndaj doja ta diskutoja me ju, sepse të gjitha këto së bashku luajnë një rol të rëndësishëm për zhdukjen e farës. Po, sepse nuk ka zgjidhje tjetër pse duhet të ndodh. Se në vendet e tjera janë shumë më pak, pse në Shqipëri më shumë. Dhe tjetra, duhet të dini që në ushqimet që ne ham, problemi kryesor është sheqeri. Këtë e thonë edhe ekspertët. Unë me familjen time ose me shokët dhe miq themi gjithmonë që ta eliminojnë sa më shumë, por sheqer ke gjithandej. Megjithatë ne mundohemi që ta eliminojnë. Ta eliminojmë sepse është pika kryesore e problemeve. Sepse sheqernat, për ata që nuk e din, e shumta me kalimin e kohës bllokojnë qelizat. Dhe duke bllokuar qelizat, pra reciklimin e oksigjenit të qelizave, atëre oksigjenimi i qelizave bllokohet dhe vdesin qelizat, vdes njeriu. Këtë kemi thënë në emisionin Enigma që kur flisja me doktor Kastriot Mlyshin, mikun ton, dhe shumë njerëz nuk e kishin kuptuar në atë kohë. E kuptuan më vonë disa prej tyre, por unë dua ta përsëris edhe një herë në këto video që bëjmë sepse duhen diskutuar së bashku. Dhe tani kjo ndodh gjithandej, po ndodh në gjithë botën, por unë po them që në Shqipëri është më e theksuar. Dhe doja ta diskutonim së bashku që përveç se t'ju informoj, por edhe të më thoni që të kuptoj dhe unë. A keni njerëz në familje me kancer, tumore, etj. Sa për jush kanë në rrjetin familjar të tillë? Dhe a keni kujdes ju me ushqimet dhe mënyrën e të jetuarit? A bëni kujdes apo jo? Dhe tjetra, pse të gjitha këto anomali për sa i përket mjekësisë dhe kurimeve? Jo vetëm Shqipëri, por edhe gjithandej. Pse? Por Shqipëria e ka pak më të theksuar. Siç ju thash, ndoshta për një grusht para, ndoshta sepse nuk janë të aftë, disa, jo të gjithë. Dhe është e rëndë ta mendosh, sepse janë prindër ata që humbasin jetën, janë nëna ato që humbasin jetën. Dhe nesër do t'i takoj atij, pra ai që e neglizhoi punën, do i takoj në një mënyrë apo në një tjetër. Ndoshta fëmijëve të tij, ndoshta prindërve të tij, gruas, burrit apo ku ta di unë, sepse jeta është e tillë, jeta reciklon çdo gjë dhe nuk e harron. E them këtë sepse është bërë e tillë jeta, pra duhet të ndërgjegjësohemi mes njëri tjetrit që mos i krijojmë probleme njëri tjetrit. Megjithatë, pres komentet tuaja. Ju çfarë mendimi keni? Përveç se atij zotëris atje që 14 herë e operuan në kokë sepse kishte
i kishin diagnostikuar në lëkurë një kancer në lëkurë. Dhe gruaja që me vite të tëra i kishin diagnostikuar kancerin, erdhi në Itali dhe i thanë që jo nuk e kancer, ka diçka tjetër që nuk është kancer. Pres komentet tuaja. Hajde, ditë mbarë.